Kosova e ka qendrën kombëtare të mjekësisë sportive, e cila është e vetmja e autorizuar për kontrollimet mjekësore të sportistëve kosovar. Kjo qendër ka staf të vogël dhe gjendet në lokalet e Pallatit të Rinisë në Prishtinë, ku paguhen edhe qira, por shumë shpejt pritet të ketë rritje të madhe. Në një intervistë për Tribuna Channel, drejtori i kësaj qendre Adem Nura, që një herësh është edhe profesor i mjekësisë sportive, ka treguar për kushtet jo të mira që kanë. As nuk kemi hapësirë të mjaftueshme, as nuk janë adekuate, domethënë, për këtë veprimtari që ne bëjmë. Po në mungesë të objektit, të infrastrukturës, ne jemi detyruar që të përshtatim deri dikun që mund t'i kryjmë ato shumë kontrolla që kryen, që kanë filluar prej të honës. Për çdo ditë e kemi të paktën nga një ekip ose edhe nga dy, kështu që kemi shumë vizita. Nura ankohet edhe për objektin ku janë, por sipas tij, tashmë është bërë ndarja e buxhetit për rregullimin e objektit, ku do të vendoset edhe qendra kombëtare mjekësisë sportive, si do të ketë edhe rritje të stafit. Në një farë mënyrë pak është e lënë monash. Deri tash na jem këtu me qera, për shembull, në Pallat të Rinisë. Tash fatmirësisht është hyrë në buxhetin e fatmesëm dhe për si vjet janë do gjysmë milioni janë do për me fillue në kuadrët SHSKUK-s së bashku me fiziatrinë dhe unë shpresoj që brenda disa vite edhe infrastruktura do të rregullohet, domethënë do të kompletohet stafi, edhe do të japet rëndësi më e madhe qendrës kombëtare të mjekësisë sportive. Drejtori Nura nënvizoi se kanë mungesë të aparaturës, por insiston se shumë shpejt duhet të pajisen me laborator që mundson marrjen e mostrave për testet antidoping. Paktën fillimisht është mirë nëse kemi mundësi me bëu një laborator doracak që me i marr mostrat, e ato pastaj me bëu në marrëveshje me fqin ku bëhen këto në Greqi, bëhen në Austri ose dikun tjetër, derisa ngritet laboratori përkatës. Do të thotë edhe shtetet tjera nuk e kanë një... Jo, edhe shtetet edhe më zhvilluar se ne nuk kanë laborator antidoping, domethënë janë se di nuk sakt, po pak ka shtete që kanë laboratorin antidoping. Një kontroll në qendrën kombëtare të mjekësisë sportive kushton 10 euro, por ka edhe disa kategori që janë të liruara nga pagesa. Në qendrën kombëtare të mjekësisë sportive një kontroll për një sportist kushton 10 euro. Po këtu duhet me cek që ata të cilët janë me udhëzim administrativ janë të liruar nga pagesa, ata nuk paguajnë edhe të ne. E sa i përket kontrolleve mjekësore, flet anesteziologu Rustem Gashi, që nga kolegët cilësohet si personi më i rëndësishëm i qendrës. Gashi gjen përgjegjësi për punën që bën me sportist. Ai tregon se si bëhet një kontroll mjekësor një sportisti. Momentin kur sportisti hyn në qendrën kombëtare të mjekësisë sportive, spari i matet pulsi, tensioni. Pastaj fillojmë një anamnezë të shkurtër, edhe pastaj në laborator fillojnë matjet antropometrike. Domethënë të sistemeve, edhe pastaj i bëhet testi i ngarkesës. Domethënë testin e ngarkesës e bëjmë përpara, gjatë fillimit, gjatë e shohim për shembull sa është pulsi, sa është tensioni, gjatë testit edhe pas testit. Aty mundem me pa për shembull ndryshimet sa sportisti është i aftë. Gashi rrëfen momente të vështira ku në disa raste ju kanë rekomanduar sportistëve që të mos merren më me sport për shkak të problemeve shëndetësore. Dhe nëse ne i rekomandojmë që të ketë një pushim, trajneri që është obligativ për shembull për mirëvajtjen e tina nuk e lejon të marrë pjesë në gara. Për aq kohë, sa ne ti rekomandojmë që mund të fillojë. Po gjatë vizitës sistematike zakonisht ne i bëjmë këtu 2 herë çdo 6 muaj. Kemi pas disa sportistë, që për shembull kemi pas disa patologji sistemin kardiorespirator, i kemi ofruar për me bë te kardiologu ehët. Kështu që kemi disa defekte mirë, po kemi 2 raste të cilave u kemi rekomanduar që me sport mos të merren më.
Në qendrën e mjekësisë sportive në Prishtinë është edhe zyra e veçantë e fizioterapisë, ku shumë sportistë kryejnë vizitat e rregullta. Ndryshe, qendra kombëtare e mjekësisë sportive funksionon në kuadër të shërbimit spitalor dhe kliniku universitar të Kosovës dhe është i vetmi institucion legjitim për kontrollimin e sportistëve në Kosovë dhe pa lejen e kësaj qendre, sportistët nuk kanë të drejtë të paraqiten në gara.